atë Fortit i ka hije me qenë edhe arrogant. Jo në parim. Shiko çfarë po ndodh me Edi Ramën. Shiko. Jo, te Edi Rama është pak... Jo, ka diçka tjetër aty, se unë disa vite kam qenë në studio Edi Ramën. Unë kam takime zhvilluara me të, edhe kam shpreh iniciativë përmes studiu personalitetin e tij, edhe me shkruaj libër për të. A e rindu pa që është ndodhur me të. Çdo mëngjes po monologon me veten. E dini pse është kjo? Nuk është vetëm se ka shumë pushtet në Shqipëri, po thjesht tani më është frika e humbjes së këtij pushteti. Edhe prandaj ka filluar të monologojë me veten, ty fyje gazetarët e mediat se e ka kap e ka rëmbyk ky anë këtij pushtetit. Edhe ai po e di edhe ka nuat që pushteti i tij po merr fund. Po kupton, prandaj të Fortit, falë Lutfi, por të Fortit jo gjithmonë fitojnë. Jo, nuk po flas kultura globale, nuk po flas niveli lokal të. Kujto pak luftat e Gjingis Khanit me Kinën, edhe kupton çfarë ka ndodhur. Shifte, Ron, teoria Monroe e fillim shekullit të 19 është një citat i Napoleon Bonapartes se Luzianën ja u ka shit amerikanëve. Është çështje kolonive që kanë edhe ka një citat interesant Bonaparte. Do ta krijojnë një përbindsh për mi u përgjigj britanikëve, anglezëve. Ta krijojmë një imperi amerikan, se këta kanë një francez kanë pas të lashe me anglez. Edhe ta krijoj tash një palë tjetër që t'i kundërvihet anglezëve. Por dul që kjo fuqi që u kriju, ta sundoj gjithë botën sot. Dhe unë mendoj që ai Forti nuk ka drejt. Kur flasëm për kondita morale, bota nuk ka moral dhe drejtësi. Të jem të sinqert. Por e promovon moralin. Imagjino. Po, mirë, spiritualistat edhe njerëz të... Jo me spiritualistë, ki edhe politikanë që promovojnë moralin. Ditë për ditë na shesin moral nëpër televizione, të mytin të shqiptar. Ata shesin kështu marketing propagandë se morali është pak vështirë që shesin politikanë. Problemi qëndron që ne si shoqëri, modelin shoqëror e kem diç tjetër. Dëgjoni, ka qenë